atë gjë. Hitleri ç'a bënte? Për me pastru provat, pastronte të vetit. Tani si e pastronte është punë tjetër. Edhe Spaku, Hitler është. Ç'a? Pastron ato që Rama ka përdorur. Avokat, po mos futemi në luftë për Greqinë me këtë tani, se mirë. As futesh fare le, se kjo është le, se kjo Rama këtë do. Se nuk u përdor Meloni për shembull. Pse? Ngritën ata pretendimin grekët për atë. Po shko gjunizohet këtë Meloni, si punë e mamen si dolte me atë mbretin ton, mbretën, princit çka kishim ne, zoti na rujt po. Të veçpallurit, si është veçpallur edhe ky, shkonte gjunizonte tek Italia. Edhe ky gjunizohet te Italia dhe atë përfundim do ketë. Por dëgjoj tani si është situata. Do flasim këtu. Duhet të kuptojmë vullnetin e qytetarëve. A ishin qytetarë të emëruar, të porositur ata që dolën dje? Mua nuk më intereson. Ju ishit besoj aty avokat dje jo? Po, aty isha me zemër, po arsye pune isha jashtë Tirane. Por, duhet keni parasysh diçka. Përse ai popull dje tha Saliu në burg dhe Rama në burg? Tani kush mbetet që të shkoj ku? Drejt burgut. Rama. Dëgjoj këtu tani me kujdes te dhe mbaj mend këtë. Ta Rama sot më kanë mërzitur. Mund t'i t'ja fus për katun tiki t'ju lë fare. Do të bëj një pyetje tjetër. Si organizuar kaq shumë pjesëmarrje masive dhe ndërkohë mediat e tjera e kishin kyçur pjesërisht. Janë rrjete sociale apo rinia. Përveç rrjeteve sociale, të kam thënë unë dikur që kur fillon përplasja e pushtetit ekonomik, oligarkik, ekzekutiv, gjyqësor dhe ai tjetër mos themi në fjalë tjetër edhe legislativ, ç'a ndodhet aty? Kemi përplasje. Tani, unë e di që të rrjetet sociale, minimumi që mund të vijë është 500 veta. Por, mos po bëhet një përplasje midis pushtetit ekonomik, jo oligarkik, ekonomik, se po kupton që pushteti ekzekutiv i ka bërë puçe me pushtetin gjyqësor përfshi Spakun. Nuk e di, unë së di. Sepse të dalin ka shumë të rinj, e çuditshme është, e pranueshme po. Unë e di që këta të pushtetit ekonomik kanë shumë të rinj në përpunat e tyre. Kjo nuk e bën që ata të jenë në pjesëmarrje me para. Jo. Po e bën që dikush i ka thënë duhet të shkojmë aty sepse diçka nuk ndodh mirë. Dhe vjen fjalia e famshme përplasje. Kush përplaset me kë? Sepse që mos themi emra këtyre, sepse zdorim me këta që janë, o zot na rujt, se janë edhe pak kështu s'marrin vesh, për pushtetin ekonomik e kam fjalën. Për shembull, ke A dhe B, po që të dy janë të shumë të fuqishëm. Dhe atje që bëhet investimi, edhe A-ja dhe B-ja kanë pasur interes ta bënin. Për mëri dikush tjetër X-i. Tani, edhe A-s edhe B si kanë ngel hatri. Dhe qa bën A-ja dhe B-ja? Bashkëveprojnë duke ja futur edhe X-it, edhe ati që doli sot edhe bëri deklaratën se dinte shumë mirë nga se i vinte përgjigja dhe reagimi qytetar. Pra, edhe rrjetet sociale kanë bërë punën e tyre, edhe qytetarët janë të revoltuar. Pra çfarë ke? Ke një përplasje interesash. Ju a kam thënë përpara. Pushteti ekonomik, pushteti gjyqësor, pushteti ekzekutiv, pushteti legjislativ dhe shoqëria në tërësi. Pra, të lutem,
materializoje këtë gjë që të kuptosh qarta zem. Ata që dolën vetëm për këtë hall, por të bëj një pyetje, ata të Vlorës pse nuk u mblodhën në Vlorë dhe ishin të gjithë pothuajse në Tiranë? Pra, ishte e diel dhe të gjithë kemi qenë në përpushime, ose në plan? Ose jemi aty sepse duhet të reagojmë dhe reaguam. Pra, e gjitha kjo është që po futemi gradualisht, prandaj fjalit Saliu në burg, Rama në burg, njërin është pothuajse, sepse ka qenë arrest në shtëpi, burg quhet ai. Ky tjetri nuk është. Çfarë do të thotë kjo që ky nuk është? Duhet të shkoj, por është drejt asaj rruge. Dhe ky duhet të jepte disa mesazhe edhe tek protestuesit të lirë, por edhe tek ne, që të kuptojmë që unë e di kush ma ka bërë, po për shkak se populli duhet të reagoj, unë po përpiqem që të rregulloj situatën dhe shpik greqinamike, Ciprasi, shpik kundërshtar të panjohur, të padukshëm. Sepse edhe vaksina vlla po e ka bërë në vërtet diçka i ka sjell burrit botës tani. Këto si shpiku Rama, sepse reaguan ata edhe Rama kundërpërgjigj. Rama edhe sikur një miz të flas, do japi përgjigje sot, ma e men. U mor Rama me Lubonjën sot? Po. U mor. Po që u mor?